Mendimi i të cilit është i dobët, armiqtë e tij bëhen më të fortë. Kjo thonje thekson marrëdhënien ndërmjet fuqisë së mendimeve të dikujt dhe forcës së armiqve të tyre. Për të kuptuar më tej implikimet e kësaj thonje, le t'i drejtohemi Kuranit për shpjegim. Në surën Bekare, ajeti 286, Allahu thot: Allahu nuk e ngarkon një shpirt përtej asaj që mund të përballojë. Ky ajet na përkujton se Allahu nuk na ngarkon me një barr që te kalon aftësinë tonë për ta përballur. Kjo nënkupton që ne kemi forcën brenda nesh për të përballur sfidat dhe për t'i kapërcyer ato në mënyrë të ngjashme. Në surën Hax, ajeti 11, Allahu thot: Ka nga njerëzit që adhurojnë Allahun me mëdyshje, nëse e godet ndonjë e mirë, ai qetësohet me të, po nëse e godet ndonjë fatkeqësi, ai kthehet në fytyrën e vet të vërtet. Ai e ka humbur këtë dhe botën tjetër, e ky është ai dështimi i qartë. Ky ajet thekson rëndësinë e të paturit një besim të fortë dhe të palëkundur në Allahun dhe në udhëzimin e tij. Po ashtu, ai paralajmëron kundër lëkundjeve ose tronditjeve të lehta nga sprovat dhe mundimet. Tani, le të thellohemi mbi mesazhin e urtë të kësaj thënie. Kur mendimet e një individi janë të dobta, kjo do të thotë se atij i mungon njohuria, kuptimi ose bindja e nevojshme për të qëndruar i patundur në besimin e tij. Kjo dobësi e bën atë të prekshëm ndaj ndikimit dhe manipulimit të tjerëve. Si rezultat, armiqtë e tij, të cilët kanë bindje dhe besime më të forta, janë në gjendje ta mposhtin atë. Për shembull, nëse kuptimi i besimit të një personi është i cekët dhe njohuritë e tij për mësimet islame janë të kufizuara, ai mund të ndikohet lehtësisht nga ideologjitë e rreme ose interpretimet e gabuara. Mendimet e tyre të dobta e bëjnë atë të ndjeshëm ndaj ndikimit të atyre që kërkojnë ta devijojnë atë. Rrjedhimisht, armiqtë e tyre, të cilët mund të kenë një kuptim më të fortë të besimeve të tyre, mund ta shfrytëzojnë këtë dobësi dhe ta çojnë atë në rrugë të gabuar. Në të kundërt, kur mendimet e një individi janë të forta, të rrënjosura në njohuri dhe kuptim të thellë, ato bëhen rezistente ndaj ndikimit të gënjeshtrës dhe manipulimit. Bindjet e tyre të forta u mundësojnë atyre të bëjnë ballë sfidave të paraqitura nga armiqtë e tyre. Ata janë në gjendje të mbrojnë bindjet e tyre, të hedhin poshtë ideologjinë e rreme dhe të qëndrojnë të palëkundur përballë kundërshtimit. Për ta ilustruar këtë, merrni parasysh shembullin e vet Imam Aliut, i njohur për diturinë dhe urtësinë e tij të pashoqe. Ai zotëronte bindje të palëkundura në besimin e tij. Mendimet e tij të forta ishin të dukshme në përkushtimin e tij të palëkundur ndaj drejtësisë, të vërtetës dhe mësimeve të Islamit. Kjo forcë e bëri atë një kundërshtar të frikshëm për armiqtë e tij, të cilët nuk ishin në gjendje ta lëkundin vendosmërinë e tij ose t'i minonin parimet e tij. Si përfundim, thënia e Imam Aliut na mëson rëndësinë e të pasurit mendime dhe bindje të forta. Për të forcuar mendimet tona, ne duhet të kërkojmë njohuri, të thellojmë të kuptuarit ton për besimin ton dhe të qëndrojmë të palëkundur në të. Duke vepruar kështu, ne mund të mbrohemi nga ndikimi i gënjeshtrës dhe të qëndrojmë të patundur përballë kundërshtimit. Allahu na dhën të forcën dhe urtësinë që të qëndrojmë të patundur në besimet tona dhe të na mbrojë nga ndikimi i armiqve tanë.